Këngëtarja e njohur shqiptare Mihiri e Braha ka ndarë një nga kujtimet më të forta dhe më domethënëse nga fëmijëria e saj, duke rikthyer në vëmendje një përballje të drejtë për drejtë me policinë serbe në shtëpinë e saj. Artistja ka rrethyer me emocion një episod që sipas saj ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e saj. Braha, e njohur për natyrën e saj të sinqertë dhe deklarata të pa filtra, tregoi se si në moshë shumë të vogël ishte përballur me frikën dhe tensionin e një situate të pazakontë për një fëmijë. Ajo kujtoi momentin kur forcat policore serbe kishin hyrë në shtëpinë e familjes së saj, duke krijuar një atmosferë ankthi dhe pasigurie. Në mes të kësaj situate të rëndë, këngëtarja rrëfeu një detaj prekës që tregon shumë për botën e një fëmije dhe rëndësinë e dijes. Ajo kishte kërkuar policëve që të mos ia preknin abetaren, librin e parë të mësimit, duke e konsideruar atë si diçka të shenjtë të paprekshme. Ky reagim spontan, por i mbushur me domethënie, reflekton jo vetëm pafajësinë e saj, por edhe lidhjen e fortë me shkollën dhe gjuhën shqipe, si dhe agresionin serb në atë kohë. Rrëfimi i plotë i kësaj ngjarje është dhënë gjatë intervistës televizive ku Braha ndau më shumë detaje mbi përjetimet e asaj kohe, duke sjellë në vëmendje realitetin e vështirë që shumë familje shqiptare kanë kaluar gjatë asaj periudhe. Ky tregim i artistes nuk është vetëm një kujtim personal, por edhe një dëshmi e fuqishme për sfidat dhe përjetimet e një brezi të tërë që është rritur mes tensioneve dhe vështirësive, por që ka ruajtur me fanatizëm identitetin dhe vlerat. Një lajm i gëzueshëm ka ardhur nga familja Jashari, një nga familjet më të njohura dhe simbolike për historinë e Kosovës. Adem Jashari i riu ka njoftuar se është fejuar me Ylka Tahirin, duke ndarë me publikun fotografi nga ceremonia e cila u zhvillua në një vend me domethënie të veçantë për këtë familje, në prekazin legjendar, pranë kompleksit memorial të komandantit Adem Jashari. Ceremonia e fejesës nuk ishte thjesht një moment familjar, por edhe një rikujtim i fortë i historisë dhe sakrificës së familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Çifti i ri vendosi që këtë hap të rëndësishëm ta shënojë pikërisht në vendin ku historia dhe krenaria kombëtare ndërthuren, duke kërkuar simbolikisht bekimin e figurës që mbetet frymëzim për shumë breza në Kosovë. Në fotografitë e publikuara, Adem Jashari i riu dhe e fejuar e tij shihen pranë varrezave të familjes Jashari në një atmosferë të qetë dhe plot respekt. Ky veprim ka prekur ndjeshëm opinionin publik, duke nxitur reagime të shumta emocionale në rrjetet sociale. Për shumë qytetar ky moment ishte më shumë se sa një fejesë, ishte një lidhje mes së kaluarës heroike dhe të ardhmes së re. Ylka Tahiri, vajza që ka fituar zemrën e Adem Jasharit të ri, vjen nga një familje e respektuar. Ajo është bija e Xhevdet Tahirit, një inxhinier i njohur i Trepçës, nga fshati Vllahi i Mitrovicës. E lindur në Mitrovicë, Ylka ka ndjekur studimet në fushën e mjekësisë dhe tashmë ka filluar punën si mantelbardh, duke ndërtuar një karrierë në shërbim të shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve. Profili i saj si një vajzë e arsimuar dhe e përkushtuar ka bërë që ajo të vlerësohet jo vetëm nga rrethin familjar, por edhe me gjerë. Lidhja e saj me Adem Jasharin e ri shihet nga shumë kush si një bashkim i vlerave të forta, familjare, edukimit dhe traditës. Me rastin e fejesës, babai i saj Xhevdet Tahiri ka ndarë një mesazh prekës dhe plot dashuri për çiftin e ri. Në urimin e tij ai shprehet: "Vajza ime, drita e syve të mi, urime nga zemra për fejesën tuaj. Ylka dhe Adem, ju urojmë në fillim të mbarë në këtë rrugtim të bukur të jetës së përbashkët. U trashëgofshi, Allahu ju dhurof shëndet, jetë gjatë dhe të lumtur, qoftë lidhja juaj e mbushur me dashuri, respekt dhe lumturi të pafundme." Ky mesazh është shpërndar gjerësisht dhe është pritur me komente pozitive nga publiku, duke reflektuar respektin dhe emocionin që kjo fejesë ka ngjallur në shoqërinë kosovare. Fejesa në prekaz ka një domethënie tepër të veçantë për shumë shqiptar, pasi ky vend është i lidhur ngushtë me historinë e rezistencës dhe të sakrificës për atë. Duke zgjedhur këtë vend për të shënuar një moment kaq të rëndësishëm në jetën e tyre, çifti i ri ka dërguar një mesazh të qartë për rëndësinë e kujtesës historike dhe lidhjes me rrënjët. Për familjen Jashari, çdo moment i ri gëzimi mbart me vete edhe një dimension simbolik, pas gjithë asaj që kjo familje ka përjetuar dhe sakrifikuar. Çdo hap përpara është një dëshmi e vazhdimësisë dhe e jetës që triumfon mbi dhimbjen. Në fund, kjo fejesë nuk është vetëm një lajm për një çift të ri, por edhe një histori që prek zemrat e shumë njerëzve. Ajo përfaqëson dashurinë, respektin për të kaluarën dhe shpresën për të ardhmen,